Gjykata e lartë ka rrëzuar gjykatën e apelit për inceneratorin e Fierit. Kjo e fundit në dhjetor vendosi të kthejë në shkallë të parë për rigjykim çështjen, por gjykata e lartë nuk ka pranuar. Në dhomë këshillimi ajo ka vendosur që çështja të rigjykohet në apelin e GKK-s, por me një trup tjetër gjykuese. Më 19 dhjetor apeli i gjykatës së posaçme e ktheu për rigjykim me tjetër trup gjykuese dosjen për inceneratorin e Fierit. Vendimi u dha nga trupa gjykuese e përbërë nga Engert Pëllumbi, Emiliana Muca dhe Dimitër Lara. Më 25 shtator 2023 gjykata e posaçme dënoi me 10 vjet heqje lirie ish-ministrin e Mjedisit Lefter Koka për dosjen e inceneratorit të Fierit. Ndërkohë ish-sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit, Bllako, u dënua me 2 vite e 8 muaj burg për akuzën shpërdorim detyre të nënpunësit që kryen detyrë publike. SPA kërkoi në apel dhe dënimin e tij për veprën shpërdorim detyre të funksionarit të lartë shtetëror. SPA kërkonte rrëzimet e pafajësisë së 3 pandehurve që ishin dhënë nga shkalla e parë dhe dënimin e tyre. Konkretisht Arbender Vishaj, mbikëqyrësi i punimeve të inceneratorit, Juri Meraj, administratori i kompanisë JPY dhe Ariola Kodra, administratori i inceneratorit të Tiranës, kurse avokatët dhe vetë pandehurit kërkuan lënje në fuqi të pafajësisë. Por apeli vendosi që ta rikthente edhe një herë nga e para dosjen për proces, duke mos pranuar asnjë nga kërkesat e dy palëve. Por gjykata e lartë ka rrëzuar këtë vendim duke kërkuar që në apel të rigjykohet me një tjetër trup gjykuese.